normat juridike islame janë të tilla që janë të lehta. Vetëm se duhet me I kuptu dhe me besu te Zoti se Zoti nuk kërkon apo nuk dëshiron vështirësi për ty, por vetëm lehtësim. Prandaj, parimisht njeriu I shnosh, kur të kallon Zoti shëndet, e ka obligim me agjëru Ramazanin. Ai I cili është I liruar prej Ramazanit është njëri prej kategorive, është personi I cili është I smur. I smur konsiderohet për agjërim çdo person I cili është në gjendje të smundjes dhe nuk ka mundësi me agjëru. Ose është I smur, ka mundësi me agjëru, por agjërimi ja vështërson shërimin apo ja këtëson gjendjen. Vlerësimin e smundjes tonë se agjërimi a e dëmton shëndetin tënë apo jo, e bën mjeku kompetent I smundjes tonë, I cili është ekspert I mirë, është musliman, ja din vlerën e Ramazanit. Ka mundësi me ka ndikush ekspert I mirë, edhe musliman, po bën vakia I sagjeron vetë, e nuk ja din vlerën e Ramazanit, dhe me lehtësi thot mos agjeron. Prandaj, ky mjek duhet me ndër të tjera, duhet me ja ditë vlerën e Ramazanit. Ose janë disa smundje të cilat praktike e tyre tregon që njeriu në këtë gjendje nuk ka mundësi, as nuk paramendohet që në atë gjendje me agjëru.